Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim me qytetarët ka folur në lidhje me risitë e programit të tij politik në zgjedhjet e 11 majit. Ndër të tjera, Berisha shprehur se në karrierën e tij politike është frymëzuar nga disa politikanë figura historike të njohura ndërkombëtarisht, duke theksuar se ata e kanë motivuar përmes akteve të guximit dhe vendimeve të rëndësishme. Kreu i Partisë Demokratike veçoi Winston Churchill, i cili gjatë luftës së dytë botërore shpalli se Britania e Madhe do të luftonte në çdo front për të mbrojtur lirinë. Po ashtu ai theksoi frymëzimin që ka marrë nga Ronald Reagan, i cili i konsideroi ngjarjet e periudhës së luftës së dytë si një luftë për lirinë e njerëzimit. Më ka frymëzuar shumë. Dhe e them këtu, Donald Trump kur guxoi të thotë se armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm, në kuptimin që janë ata që mbanin flamurin e censurës, që politizonin në mënyrë ekstreme drejtësinë, që ndërmirnin me woke culture shkatrimet masive të simboleve të historisë së Shteteve të Bashkuara, një lloj si në revolucionin kulturor kinez apo kundër kishave dhe xhamive në Shqipëri. Pra, ata që më kanë frymëzuar më shumë kanë qenë njerëzit e vendimeve më të guximshme. Më ka frymëzuar më shumë nofta se kush do tjetër Martin Luther, që pa konklavit që do ta hidhte në zjarrin e druve, në inkuizicion, në kohën e inkuizicionit, u thot gjykatësve se gjithçka kam thënë, e kam thënë me ndërgjegje të plotë dhe me bindjen time më të plotë është çështja e ndërgjegjes sime. Berisha në bashkëbisedimin e tij me qytetarët ka ftuar emigrantët që të angazhohen në procesin zgjedhor dhe të votojnë. Ai ka shprehur mirënjohje për vendimin e një emigranti dhe ka kërkuar që ata të verifikojnë emrin në qendrën e votimit të qytetit ose fshatit nga janë larguar. Po të kesh ndonjë vështirësi, ju lutem telefononi në faqen e Partisë Demokratike webin Diaspora Voton dhe do marrish pastaj hollësime edhe udhëzime më të nevojshme, më të mira ose më të hollësishme që mund t'ju duhen. Gjithashtu, Kryedemokrati theksoi se në rast se ndonjë emigrant ka vështirësi gjatë procesit, mund të drejtohet në faqen e Partisë Demokratike Diaspora Voton për të marrë udhëzime të hollësishme dhe ndihmë të mëtejshme.